Zonja dhe zotrin, ju përshëndes. Përfundoi takimi radhës mes ekipeve ukrainase dhe amerikane në Riyadh, Arabi Saudite. Presidenti i Ukrainës foli për një diskutim produktiv dhe të fokusuar në disa pika kyçe për fshirë energjinë. Të thënë Shtetet e Bashkuara do takohen dhe me palën ruse. Zgjedhjet e 11 majit janë kushti për marrjen e pasaportës Bashkimit Evropian dhe ruajtjes së drejtësisë në Shqipëri, kështu deklaroi nga Vlora kryesocialisti Edi Rama, që prezantoi kandidatët e ekipit të tij për qytetin bregdetar. Kombëtarja pritet të ndryshoj lojtarët, por dhe taktikën në sfidën me Andorrën. Trajneri Silvinho tha se pas humbjes me Anglinë, kuqezinjtë janë të dënuar vetëm të fitojnë. Ndeshja e dytë kualifikuese e botrorit 2026 do të transmetohet live edhe në digital. Zgjati rreth 5 orë takimi radhës mes ekipeve ukrainase dhe amerikane në Riyadh, Arabi Saudite. Presidenti i Ukrainës foli për një diskutim produktiv dhe të fokusuar në disa pika kyçe për fshirë dhe energjinë. Këtë të hënë Shtetet e Bashkuara do takohen edhe me palën ruse. Në Riyadh, Arabi Saudite u zhvillua një tjetër takim mes Ukrainës dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës, me qëllim dhënien fund të luftës mes Ukrainës dhe Rusisë. Takimi së dielës zgjati për rreth 5 orë, ndërsa pala ukrainase foli për diskutime produktive dhe të fokusuar në disa pika kyçe për fshirë energjinë. Ekipi ynë po punon në mënyrë shumë konstruktive, biseda ishte mjaft e dobishme, puna e delegacioneve vazhdon, tha presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky, ndërsa ministri i mbrojtjes Rustem Umerov u shpreh se qëllimi i presidentit Zelensky është që të sigurojë një paqe të drejtë dhe të qëndrueshme për vendin dhe popullin ton dhe si rrjedhoi për të gjithë Europën, sa kaq këtë të hënë pritet të zhvillohen diskutimet mes Shteteve të Bashkuara dhe Rusisë, ndërkohë që delegacioni i Moskës ka mbërritur në Riyadh, i dërguari i Trumpit Steve Witkoff shprehu optimizëm se çdo marrëveshje arritur do të hapte rrugën për një armpushim të plot, por Kremlini të dielën minimizoi pritjet për një zgjidhje të shpejtë, duke thënë se bisedimet sapo kishin filluar. Presidenti rus Vladimir Putin ka refuzuar një thirrje të përbashkët SBA-Ukrainë për një pauzë të plotë dhe të menjëhershme 30 ditore, duke propozuar në vend të kësaj një ndalesë të sulmeve vetëm ndaj objekteve energjetike. Zgjedhjet e 11 majit janë kushti për marrjen e pasaportës Bashkimit Evropian dhe ruajtjes së drejtësisë në Shqipëri, kështu deklaroi nga Vlora kryesocialisti Edi Rama, që prezantoi kandidatët e ekipit të tij për qytetin bregdetar. Edi Rama i prezantoi kandidatët për deputet të Vlorës përpara të rinjve të qytetit me zbatutave. Raso, sigur ta hiqja të pardesyn se nuk bie shi këtu, shiu është jashtë. Vaso është deputeti ynë nga minoriteti grek, greku më i mirë që unë kam njohur deri tani. Ata që votojnë për herë të parë më 11 maj, tha kryesocialisti, kanë detyrën historike të fitojnë pasaportën e BE-s. Tani, nëse në 11 maj Shqipëria i jep Europës mesazhin popullor që ne e kemi të qartë se çfarë duhet bëjmë deri në 2027 dhe duam të jemi në Bashkimin Evropian me një shumicë që del nga kutia e votimit, që është një shumicë që bën përshtypje, që bën presion mbi ta pozitiv, kjo është një gjë. Po nëse Shqipëria jep një mesazh që populli këtu merret me mustaqe dhe kujtim gjuzit. Në këtë pikë, ftesa ishte e hapur edhe për të gjithë demokratët. Këtu u përmbys sistemi. Dhe u bën zgjedhjet. Dhe një shumicë shumë e madhe shkoi votoi PD-n. Nuk ishin të gjithë me PD-n dhe jo të gjithë kishin simpati, por PD-ja në atë kohë ishte e vetmja forcë që gjendej në vendin e dur dhe në kohën e dur. Shqiptarët vendosën që t'i vënë vulën të qenit në një sistem
të ri dhe jo në një sistem të vjetër. 11 maj është shumë i ngjashëm, sepse në 11 maj shqiptarët duhet vendosin, duan të hynë në BE tani, apo duan të hedhin duhet hedhin zarat në këtë tavlën e lojës politike dhe të rrezikojnë që dera të mbyllet. Kuptoheni këtë gjë. Nuk ndodh dot që dikush tjetër dhe disa të tjerë ta bëjnë të njëjtën vezë tani. Nuk e bëjnë dot. Drejtësia dhe barazia para ligjit janë dy shtylla të forta me të cilat Shqipëria do të shkojë në BE, siç tha Rama, duke kujtuar se shpatën spakut i dha Partia Socialiste. Unë dhe Partia Socialiste e kemi ndarë mendjen që këtij vendi t'i japim një drejtësi të pavarur. Jemi ne që kemi ndërmarrë reformën drejtësi, nuk e kanë ndërmarrë amerikanët, as europianët. Jemi ne që kemi shkruar në program përpara se të vinim në qeveri. Këtë gjë e kemi bërë të vetëdijshëm që duke dorëzuar shpatën, patjetër që kemi vënë dispozicion edhe trupin. Se në fundit ajo shpatë është në radhë parë për të ndëshkuar më të fortët, për të ndëshkuar ata që abuzojnë me pushtetin e tjerë tjerë. Dhe prandaj, të gjithë atyre që thonë socialistët janë të gjithë në përburgje, ju them e para, na marrin të keqen për një arsye shumë thjeshtë, se ata që janë para drejtësisë mund të jenë sa gishtat e dorës. Kurse ne që luftojmë për drejtësinë, në 11 maj mund të bëhemi ndoshta edhe 1 milion. Por Bashkimi Evropian për Shqipërinë duhet parë edhe si një derë nga e cila do të marrim para. Në momentin që hyjmë në BE, ne do marrim më shumë se 1 miliard euro në vit. Në gjithë to vite, nga BE-ja, ne kemi marrë mbështetje për bujqësinë më pak se 200 milion euro, gjithë to vite. Në momentin që hyjmë në BE, ne marrim 300 milion euro në vit. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha ishte në Napoli ku kërkoi votën e diasporës për Shqipërinë madhështore. Ai tregoi se projektin e saj i ideoi gjatë qëndrimit në arrest shtëpie. Në takimin me shqiptarët e Napolit, kryedemokrati Sali Berisha tregoi se ishin pikërisht ditët e tij në arrest shtëpie, gjatë të cilave ai hartoi projektin Shqipëria madhështore, emër që mban edhe koalicioni i tij politik për zgjedhjet e 11 majit. Ky projekt fillon me dhimbshurinë ndaj atyre që janë në nevojë, ndaj qindra mijëra burrave dhe grave që numërojnë kafshatën në Shqipëri, ndaj qindra mijëra burrave dhe grave që s'marrin dot ilaçet, ndaj 10 mijëra shqiptarëve që në spitale s'mjekohen dot. Çdo shqiptar që kthehet për të investuar në Shqipëri, tha Berisha, nuk do të paguajë taksa për 5 vite, ndërsa premtoi rikthimin e taksës prej 10%. Garantoj ju, garantoj çdo biznesmen italian dhe të çdo vendi tjetër, se Shqipëria do ketë klimën më tërheqëse për biznesin, se taksa 10%, që është taksa e lashësisë, është taksa e drejtësisë, do t'jetë taksa kryesore në Shqipëri, se energjia do t'jetë më lirë se në çdo vend tjetër të Europës, se burokracia do t'jetë më pak se kudo tjetër, Made in Albania, do t'jetë krenaria jonë. Berisha e kërkoi votën e diasporës që minimumi jetik të jetë 200 euro, paga minimale 500 euro dhe paga mesatare 1200 euro. Po ashtu ai tha se në Shqipërinë madhështore bizneset do ta paguajnë energjinë elektrike me 6 lek kilowati, kurse qytetarët me 7 lek. Nga Shkodra në takim me qytetarët, kryetari i Partisë Socialdemokrate Tom Doshi e sfidoi Sali Berishën kur tha se partia e tij do të merrte një mandat në Kukës nga Demokratët. Nga Shkodra, gjatë një takimi me banorët në njësinë administrative Rrethina, kryetari i Partisë Socialdemokrate Tom Doshi i bëri thirrje qytetarëve që të mbështesin PSD-n në zgjedhjet e 11 majit. Sipas Doshit, integrimi në Bashkimin Evropian nuk mund të ndodhë pa një përmirësim të ndjeshëm të ekonomisë në familjet shqiptare. Një fëmijë me ndihmë sociale merr 12.000 lekë vjetra. Një familje Shkodër me 4 persona merr 60 euro. Një krye familjar merr 25 euro. Nuk hihet në Europë as pensionistat me 100.000 lekë, as ndihma sociale me 60 euro 4 persona, as të verbrit me 90.000 lekë vjetra. Një turp i madh i të gjitha qeverive. Ne kena marrë përsipër
në programin ton se të gjithë janë të prekur për kësaj. Kena rreth 1 milion njerëz që janë nevojë. Në këto zgjedhje mund të marrin pjesë 1,5 milion. 60% e popullsisë që janë pensionista, me ndihmë sociale, e kena filluar me 1 në 2017, sot kena 3, por mas 12 maj do kena dhe grup parlamentar. Votoni Partinë Socialdemokrate sepse unë jam deputeti që ju kam përfaqësuar dhe do t'ju përfaqësoj edhe 4 vjet tjera. Gjithashtu, kreu i PSD-s, duke përdorur pikërisht fjalët kontradiktore të liderit të opozitës, Sali Berisha, ju kundërpërgjigj akuzave të tij. Ky është Sali Berisha, pra, që kur ishte kryeministër, shkoi inauguroi Profarmen dhe tha që ky është një investim strategjik. Faktikisht Berisha nuk din gjë çfarë Zoti, s'ka qenë kundër Zotit gjithmonë. Ai është prej atyre komunistave që kënaqet me pa njerëzit të vujt. Sali, ti je i hajdut që është 91-shin që ke vijë dhe lekt e arkës PD-s. Ty është me thanë hajdut, jo mu. Din vetëm me shpif, din vetëm me shah. Humja dhe Bashkinë e Shkodrës, humja dhe Bashkinë e Vardësit. Dhe kjo i dhem shumë. Hija jeme për i del Berisha dhe në Kuks. Një mandat do t'ja marrim na PD-s në Kuks. Sali Berisha do t'ketë humjen ma të turpshme në 12 maj. Gjatë këtij takimi, Doshi tha se Partia Socialdemokrate nga 3 deputet që ka aktualisht do zgjerohet duke marrë mandate në të gjithë vendin. Një 19 vjeçar u qellua për vdekje në Vushtri të Kosovës. Ngjarja e rënd sipas Avni Zahitit, zyrtari i policisë rajonale për Mitrovicën, ka ndodhur mbrëmjen e së dielës në rrugën Galip Badivuku. Nga hetimet e para bëhet e ditur se i riu u qellua me armë zjarri, ndërsa policia ka nisur hetimet për ngjarjen, rrethanat në të cilët ka ndodhur, por dhe identifikimin e autorëve të mundshëm. Ky është Top Channel. Një foto me kryebashkiakun Erion Velia e ka skualifikuar një gjyqtar nga gara për të bërë antar i gjykatës kundër korrupsionit dhe krimit organizuar. Janë disa juristë që ankohen për ligjin për institucionet e posaçme, ndërsa gjykata kushtetuese do ta diskutojë si çështje në 27 mars. Skualifikimi nga gara për në gjykatën antikorrupsion i gjyqtarit Gert Hoxha për shkak të një fotografie me kryebashkiakun Erion Veliaj, shkrepur në një nga takimet e ambasadës britanike, do të shqyrtohet në gjykatën kushtetuese këtë javë. Në datën 27 mars, kushtetuesja e vënë në lëvizje prej gjykatës administrative të Tiranës dhe me palët interesuar kuvendin, do të diskutojë ligjin për institucionet e posaçme SPAK dhe GKK. Në një gjashtë i këtij ligji është me pikpyetje nga gjyqtari Hoxha dhe posaçërisht përbërja e komisionit të posaçëm, i cili verifikon kandidatët për në gjykatën antikorrupsion. Në këtë rast, ky komision përbëhet nga 2 prokurorë të SPAK, një gjyqtar antikorrupsion dhe 2 hetues, të cilët në 24 korrik të vitit të shkuar e skualifikuan pretendentin Gert Hoxha, sot zëvendës kryetari i gjykatës së Tiranës për shkak të një fotografie rastësore. Gert Hoxha e vlerëson si antikushtetues vendimarrjen e komisionit që në përbërje ka hetues dhe që është filtri i fundit përpara se kandidatët të shqyrtohen nga KLP dhe KLG. Por ajo që e bën të veçantë këtë çështje nuk është shtrëngimi i duarve me kryebashkiakun e Tiranës, por debati kushtetues mbi këtë filtr, i cili sa kaq mban pezull jo vetëm emrin e garuesit për gjyqtar antikorrupsion, dhe sidomos precedenti i përsëritur për të tretën e radhazi mbi procesin e përzgjedhjes së emrave drejt SPAK-ut dhe gjykatës së posaçme. E para ishte Sonila Muhametaj që ndroi SPAK-un, megjithatë nuk u përzgjodh. Mbasi hodhi akuza mbi këtë proces në Shqipëri, prokuroria ishte drejtuar Strasburgut. I dyti është prokurori Ndini Tavani, që po ashtu ka hapur betejën e tij duke lënë të kuptojë se nuk e i dorë nga SPAK-u, pavarësisht se u rrëzua nga vlerësimet e një komisioni të ngjashëm, certifikuar më pas në KLP. Siç edhe prokuroria Muhametaj, Tavani është ankuar kundër Këshillit të Lartë të Prokurorisë. Megjithatë, proceset gjyqësore kryen në konkurs SPAK është plotësuar me 20 prokuror dhe ngjan se me këtë këmbgulje 2 garuesit prokuror synojnë të zbrojnë të vërteta që i dinë vetëm ata, ose në rastin më të mirë, duan të tregojnë se fituesit u seleksionuan me parapëlqim. Sidoqoftë, procesi garuesit Tavani ka ngecur në apel, për shkak se administrativja ka vendosur të presë kushtetuesen për të parë çfarë do të thotë ajo në kazusin Gert Hoxha. Një shtyrje të tillë duke zvarritur procesin pa afat, prokurori Tavani e cilëson të qëllimshëm, ndaj dhe ka dorëzuar rekurs në gjykatën e lartë, që sërish duket se do të marrë kohën e saj.
Në katedralen e Korçës, fortlumëturia e tij Johani mbajti meshën e parë si kryepeshkopi i Tiranës, Durrësit dhe i gjithë Shqipërisë. Mes emocionesh, fortlumëturia e tij dau mesazhe dhe kërkoi lutjet e besimtarëve, të cilëve ju shërbeu për 27 vite. Kryepiskopi i Tiranës, Durrësit dhe gjithë Shqipërisë, fortlumëturia e tij Zot Johani, ka meshuar në Korçë të dielën e tretë të Kreshmës së Madhe. Nga katedralja Ngjallja e Krishtit, kryepiskopi përshëndeti gjithë Grigjën e Mitropolisë së Shenjtë Korçë dhe të gjithë besimtarët, të cilëve u shërbeu për 27 vite. Në mesazhin e dhënë në këtë meshim, ku mori pjesë edhe hierarkia e Kishës Ortodokse të Shqipërisë, Zot Johani vuri theksin tek dinamikat e kohës moderne, ndërsa ftoi besimtarët që të gjejnë dritën shpirtërore dhe t'i kthehen besimit. Vetja jonë e vërtet është thellë brenda nesh. E duke mohuar këto do vete dhe të zbulojmë veten tonë vërtet. E duke zbuluar atë, kemi zbuluar Perëndin. E Perëndia do jap jetës tonë gëzim të jashtëzakonshëm e ndriçim shumë të madh. Teksa e konsideroi këtë mesh një takim të vështirë ndarje mes emocionesh, ai ftoi besimtarët që të luten për të. Prej mëngjesit, besimtarë të shumtë janë drejtuar katedrales Ngjallja e Krishtit për të ndjekur meshën që këtë herë u ka dhënë një përjetim tjetër. Është nga figurat më të ndritura që ka nxjerrë Ortodoksia, është pasuesi denj fort lumturisë Anastasit. Jam shumë i lumtur që kam sot këtu. Shumë e lumtur që ka ardhur. Se unë kam punuar dhe në kishë edhe jam njojtur shumë me Zot Johani. Unë jam e lumtur që po vi, se dëgjova që është kryepeshkopi. Suksese dhe ushtrojnë të rroftë. Përfaqësues të klerit ortodoks në Korçë kanë sjellë në vëmendje shërbimin e denj, punën e palodhur dhe përkushtimin e Zot Johanit në krye të Mitropolisë së Korçës për 27 vite. Kombëtarja e futbollit pritet të ndryshojë lojën, lojtarët, por dhe taktikën për sfidën me Andorrën. Trajneri Silvinho tha pas humbjes me Anglinë se kuqezinjt janë të dënuar vetëm të fitojnë. Ndeshja e dytë kualifikuese e botrorit 2026 do të transmetohet live edhe në digital. Ishte gjithçka për këtë edicion. Ju falenderoj që na ndoqët, ju uroj të keni një javë sa më të mbarë. Mirupafshim.